Policia e Kosovës ka njoftuar se ka gjetur sërish arsenal armësh në veri të vendit pas pranimit të informacionit se në një podrum të një ndërtese në rrugën Vasilje Ostrogshi në Mitrovic të Veriut mund të ketë mjete të dyshimta ilegale. Përmes një njoftimi, policia bëri të ditur se pas pranimit të informacionit ka ndërmarrë të gjitha veprimet të menjëhershme, ku gjatë kontrollit përkatësisht në një podrum kolektiv të një ndërtese ka gjetur dhe sekuestruar 3 armë të gjata, një tyt vazhduese, një kondak për armë të gjatë, 764 fishek të kalibrave, 14 karikator, 10 kreher për fishek, një granat dore tymuese, 2 antiplumb ushtarak, 4 mostra të mundshme të ADN-s, veshje ushtarake e të tjera. Në njoftim thuhet se lidhur me rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka udhëzuar inicimin e rastit për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve. Në lidhje me këtë rast nuk ka persona të arrestuar, ndërsa rasti ka mbetur nën hetime.